Sjellja e banorit më të ri Rogerti duket se ka sjellë trazime dhe debate të forta brenda shtëpisë. Rogerti ka sulmuar disa banor, një prej tyre dhe Selin. Gjatë një bisede që ka bërë me të, Rogerti i ka thënë se nëse do ishte vëllai i saj pas daljes nga Big Brother VIP nuk do e pranonte më në shtëpi. Ndërkohë që në mbrojtje të banores i ka dalë Kristi duke konsideruar Rogertin maskara i cili nuk ishte turp për fjalët që po thoshte. Pas debatit që ka patur me Rogertin, Selin është pareprekur teksa ka qarë për disa minuta rresht duke e diskutuar këtë edhe me banorët e tjerë si Miri, Juela apo Greta. Pjesë nga debati. Rogert: kështu si flet ti, ti jesh motra ime, nuk të fus më në shtëpi që ta dish. Kujdes kur të dalësh nga dera, kurdo që të kesh kohën. Selin: ti kujdes me vëllain tim, krahasime ti ke bëj me familjen tënde dhe vëllain tënd. Kristi: o maskaratë të vi turp, maskara pa masje. Hajde më mbaj pishtarin mua, nuk e turp, vjeni tregon familjen e saj. Kush je ti që tregon familjen e saj? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.